Mi vota përpara zotit Isa Mustafa, i cili u bëj famshëm për shprehjen e tij Prishtinën e fitoi me duar në xhepa, kaluam në një përmbysje me 2500 vota në favorin tuaj. Ju kujt i thoni faleminderit për këtë përmbysje rezultate? Po i themi banorëve të Prishtinës që mendoj se kësaj radhe i kaluan edhe vijat partijake, domethënë nuk votuan tradicionalisht vetëm për partitë e tyre, por ishin për ndryshimin. Ky ishte një surprizë për shkak që 14 vite në Prishtinë kem pasur Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe në 2 mandatet e fundit kem pas Isa Mustafa, i cili njëherë është edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pretendon edhe të jetë kandidat për kryeminist nga kjo parti, dhe ai tha se Prishtinën e fiton me durë në xhepa, siç e thatë edhe ju. Në raundin e parë ishim në një diferencë prej 9000 votash, por mendoj se kësaj radhe të gjithë votuesit e tjerë u mobilizuan. Kishte edhe shumë njerëz të cilët nuk kishin votuar fare në raundin e parë, të cilët u mobilizuan dhe u bë ndryshimi ku dolëm. Ne i shtuam 10.000 vota në raundin e dytë, ndërsa zoti Mustafa kishte gati 3.000 vota më pak se në raundin e parë. Kur shoh premtimet tuaja që ju vazhdoni të zotoni se do t'i mbani 1-1, kur shoh premtimet tuaja për Prishtinën dhe krahasoj me fushatën elektorale për Tiranën, për kryeqytetin, shoh që në Tiranë kanë qenë shumë më pompoze premtimet më të mëdha, kurse ju keni gjëra shumë konkrete. Drejtorët e shkollave të vendosen nga komuniteti, mjeku i familjes, ujë 24 orë, ushqim për fëmijët në shkolla, oraret e autobusëve. Si do ta ndjeni veten ju në ndjekjen e këtyre problemeve të përditshme të qytetarëve të Prishtinës? Po ndoshta kjo ishte edhe ajo që e bëri që qytetarët ta shohin programin ton si më të kapshëm, sepse krahas programit ton kishin premtime milionëshe që vinin nga subjektet e tjera politike. Ne folëm për ato gjëra të cilat na mundojnë neve si banorë të Prishtinës, duke filluar nga fakti se 60% e qytetit përballohet me redukime të ashpra të ujit. Kemi mungesë të qerdheve, ku kemi vetëm 2000 vende në qerdhet publike, a neve na lindin 7000 fëmijë në 2 vitet e fundit, për shembull, na kanë lindur. Kem fol për shkolla dhe drejtorët të cilët janë totalisht të partizuar, pra i takojnë partive politike e nuk matën me atë se sa i shërben shkollës. Pra gjitha janë këto programe dhe projekte të cilat rezononin me qytetarët, i kuptonin, ishin shumë të kapshme për dallim prej temave nacionale me të cilat jemi mësuar ne si lëvizjeve të vendosjes, dhe mendoj se e vlerësuan këtë. Do të kemi një punë shumë të madhe sepse Prishtina është në një kaos, por çkado që të bëjmë do të jetë një përparim i dukshëm në krahasim me gjendjen aktuale, prandaj nuk shohim, shohim shumë sfida, por jo të pamundshme. Dhe kemi lidhur një aleancë, kemi një solidaritet të madh tek qytetarët. Po ju them që ndoshta është për herë të parë në Kosovë që thjesht kjo votë ka qenë e pastër e sinqertë. Nuk i kemi premtuar askujt vend pune për votë, nuk i kemi premtuar asnjë biznisi projekte për mbështetje, nuk i kemi premtuar asnjë lagje, asfalt apo rrugë nëse na japin votën. Thjesht kemi thënë që duam të punojmë, duam ta bëjmë ndryshimin, dhe kjo u vlerësua si shumë e sinqertë dhe morën mbështetjen e mbi 37.000 njerëzve në Prishtinë. Ky gëzim genuin fakt duke qartë edhe në rrjetet sociale reagimin ndaj fitores tuaj. T'ju pyes tani si nënkryetari vetvendosjes. Vetvendosje ju pati këtë sukses të madh në Prishtinë, por në krahasim me zgjedhjet parlamentare ka një rënje prej gati 30.000 votash, mos gaboj apo jo. Si e gjykoni ju këtë? Po ne kemi thënë që nuk mund të krahasojmë zgjedhjet nacionale me zgjedhjet lokale. E para është për shkak se vetvendosja është e njohur për temat nacionale, nuk i ka prek asnjëherë temat lokale. Kjo ishte hera e parë që marrim pjesë në zgjedhjet lokale, megjithatë nuk mund të themi se ishin rezultate të kënaqshme, pra nuk jemi shumë të gëzuar me gjitha rezultatet e tjera, megjithatë Prishtina ishte ajo që ju jep shpresë qytetarëve se mund të bëhet ndryshimi me një votë të sinqertë. Presim një mobilizim më të madh të votuesve në zgjedhjet e ardhshme dhe mendoj se zgjedhjet e ardhshme nacionale do të jenë matës i vërtet i vetvendosjes, se a kemi rënje apo do të kemi ngritje. Unë pres që të kemi ngritje posaçërisht pas rezultatit në Prishtinë dhe pas qeverisjes tonë, të cilën tash të gjithë e presin të na shohin se si duket vetvendosja në qeverisje. Kemi marrë një qytet madh, kryeqytetin, të na shohin se si është kjo qeverisje transparente me parime, pa korrupsion, dhe mendoj se do të jetë matës i mirë pastaj edhe për zgjedhjet nacionale. Kjo është shumë e vërtetë që shembulli juaj do të shihet edhe për zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, do ju vi keq kur të jetë fushata për zgjedhjet e përgjithshme dhe ju do të jeni
duke u marrë apo i vjen ujë Prishtinës apo jo në 2 të mëngjesit? Jo, kur e ka marrë, kur e ka marrë mbështetjen e vetëvendosjes që të kandidohem për Prishtinë, unë veç atëherë kam vendosur që do të merrem me temat lokale të Prishtinës, jemi fokusuar tërësisht këtu dhe tash kam marrë mandatin 4 vjeçar. Ju e përmendët ujin, ndoshta është me thënë programi apo çështja me të cilin më shumë të jemi identifikuar në këtë fushat. Mendoj se do të ishte mirë që në fund të mandatit Prishtina të kishte ujë, kjo do të ishte një sukses i madh. Kemi ardhur në atë gjendje ku ndoshta për një problem duhet të folet gati tërë fushata në mënyrë që ta zgjedhim një herë për gjithmonë. Zoti Ahmeti, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje Skype dhe ju uroj shumë suksese në detyrën tuaj. Ju faleminderit edhe juve.